The shumë gjëra, the shumë fakt. E para, the që unë shava atë, unë se shava fare dhe. Fare zero. Ja u kam thënë, ju keni probleme të mëdha me gjuhën shqipe. Shumë të mëdha. Juve, dhe s'keni si mos t'i keni, në fakt, por që t'i marrë me radhë. E para, me që më the për të parë dhe mi. Me këtë pare ke, në qofse ke me timat, atëhere, qofse ke me timat, po i marrë me radhë, po abstragoj. Në qofse ke me timat, i mat është ai, për para veprës së të cilit, Zoti Xhafera, ju lutem, mos flisni nga vendi. Edhe ti, edhe Fredua, edhe gjithë ju, shkoni edhe përthyeni kërbishten atje. A ishi madhë. Qofse ke më tutje, me gjyshrit, merë lexo se kush ishin. Qofse ke me stër gjyshrit, vazhdo lexo se kush ishin. Nuk jam këtu për të bërë historinë e familjes time. Po unë në blok, që ta dishti, nuk kam jetuar kur. Unë e kam pasur shtëpinë tek rruga Muhamet Gjollesha, pallati 18. Nga ana tjetër e urës Vasil Shantos. Dhe kam pas një shtëpi si të gjithë të tjerët, që ta dish. I mat nuk ka qenë kur antar i Komitetit Qendror, sikundër tha profesori, i cili sigurisht është i mirë kuptuar, se ka lëshuar me plumba, me sorra, me gjithë shpendet që ka pasur. Dhe nuk kam unë asnjë problem se çfarë thoni ju, apo çfarë më kanë thënë, apo çfarë do më thonë lidhur me këtë, përveç një gjëje, që ju që flisni me këtë gjuhë, jeni shembulli për të ardhur keq i inercisë së ideologjisë së Enver Hoxhës. Enver Hoxha sot është gjallë vetëm përmes jush. Përmes mënyrës se si ju e kuptoni kundërshtarin, njësoj si ai, përveç mënyrës se si ju e sulmoni kundërshtarin, njësoj si ai, me ndryshimin që ju nuk keni fuqinë që kishte ai, që në fund të kpuste plumbin ose të fuste në burg. E kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Por unë nuk pres as respektin tënd, as respektin e Leskos, as respektin e asnjërit për jush këtu, përfshirë dhe respektin e Tomor Alizotit, se mua më mjafton dhe më tepron respekti që kam pasur nga ata që kur dolën nga burgu, mbas shumë vites dhe nuk po jua përmend emrat, sepse tani më ka ndruar jetë, jo vetëm që nuk kishin asnjë lidhje në mënyrën e të folurit tyre me ju, po ishin komplet e kundërta e juaj, sepse ishin komplet e kundërta e Enver Hoxhës, sepse ishin komplet e kundërta e partisë Enver Hoxhës. Partia Enver Hoxhës për fat keq, shumë për jush ju bëri si veten, në të kundërt. Në shumë për jush futi urrejtjen për tjetrin, dhe tek shumë për jush futi kompleksin e inferioritetit dhe të përçmimit, ndërkohë që kjo nuk është koha e Enver Hoxhës. Dakord? Dhe nuk përballet kundërshtari me këto lloj argumentash. Janë argumenta që përdoreshin në atë kohë. Dhe që juve nuk jeni fajtor për këtë, sepse juve u lindët dhe u rritët politikisht në vatrën e një sekretarit partisë Enver Hoxhës, i cili e mori Partinë Demokratike dhe e zotroi plotësisht pikërisht sepse ishte nxënës i Enver Hoxhës. Dhe gjithçka arriti të bënte duke sunduar njësoj si në një parti bolshevike, ishte rezultati faktit që kishte 25 vjetë eksperiencë si sekretari një partie bolshevike.
Dhe ju mësoj dhe juve, njësoj si veten, dhe të gjithë ju flisni njësoj, shani njësoj, akuzoni njësoj, insinuoni njësoj, dhe zdalloni fare nga njëri tjetri. Ky është fakti. Dhe e fundit, unë jo që nuk dua falënderime nga ty, por, jo që s'dua falënderime nga ty, por në asnjë rast nuk fola për ndere. E kam unë për ndere. Jo të ma di shti për ndere, apo të ma di Leskua. Po, e kam unë për ndere që kjo Partia Socialiste e Shqipërisë, ka bërë ato gjëra në respekt të atyre njerëzve që juve nuk i bët kur. Dhe juve nuk i bët kur për dy arsye. E para, sepse jeni udhëhequr nga një bolshevik. Jeni udhëhequr nga dikush që Václav Haveli e quan më të ziun e të zinjve. Një antikomunist komunist, ose një komunist antikomunist. Václav Haveli thot nuk ka njeri më të zi se sa komunisti antikomunist. Dhe kështu aty kishit ju se qa bëni tjetër përveç se të imitonit atë. E para. Dhe e dyta, sepse përtej ti ju s'keni as një vizion ardhmërie, ju s'keni as një kuptim të demokracisë. Dhe ju nuk keni asnjë lidhje me ato që thoni. Shikoje se si u demaskuat ju që të gjithë ju. Me ato konventat e kuvëndet e referendumet që bët. Të gjithë duke vjedhur vota si në harados. Të gjithë ju. Hajde fut 300 këtu, fut 500 atje, numëroj 5.000. Ju dhe aty tek votat që ja vodhët, ja kërdisët njëri tjetrit. E ja hodhëm njëri tjetri sigur ishin kecat e Leskos që ja u hedh eshtrat në përlumin e Vlorës, ju treguat se çfarë lidhje ka për ju fjala me veprën. Ju jeni tjetër fjalë dhe tjetër vepër. Dhe kur unë thash ato që rreshtova, desha të bëj dallimin. Jo për nder, për cilin nder, është nderi im, është nderi ynë këtu, që kemi bërë aq sa kemi mundur, nuk kemi bërë aq sa ata meritojnë. Po kemi bërë aq sa kemi mundur. Sepse isha unë që e pakzova parkun mbas kryeministrisë me emrin e Fadil Kokomanit dhe Vangel Lezhës. Nuk ishte komunisti bolshevik antikomunist non grata i vdekur i juaj që e rrethoi kryeministrinë me gardh. Dhe kjo është fatkeqësisht e gjithë hapësira gjeopolitike ku jeni rritur ju. Dhe tani vini këtu dhe na lexoni gjitha ato emra, edhe thoni është dita e këtyre, t'i kujtojmë bashkë. Patjetër bashkë do t'i kujtojmë. Dhe prandaj u çova, thash erdha të bashkohem me ty për ata, por të ndahem urgjentisht nga ty për atë që ti je një hipokrit i papar që nga një anë qanë me lot krokodili Xhelal Kopenskën dhe nga ana tjetër qanë nga gëzimi ku ngre lart flamurin e non gratës në mes të Vlorës Ismail Qemalit. Po të kush jeti? Ti je ky i dyti. Ti je ky i dyti. Ashtu. Më djeg. Nuk jemi në tavolinë duke ngrënë keq këtu. Kështu që edhe mos kruaj sqetullat kur flet në parlament. Ashtu dhe. Se kur ulem dhe kur ngrihem unë, kjo është mbyllur në vitin 1990. Dhe në 1990 nuk e ke mbyllur as ti dhe as këta që flasin. Dakor? Ashtu. Dhe në fund fare, dhe në ullu që ka thënë ai ati se nuk je duke pirë raki këtu, ullu se s'po pirë raki këtu, ullu se s'po pirë raki me kërmë këtu, ashtu. Tani, përsa i përket, atyre që dalin, që the janë ca që dalin me ylle, po qa problemi këti me ta? Ata të shqetësojnë ty?
një grup 50-100 veta që jetojnë në antikitet, po ti e ke pasur në mes të oborit partisë tënde kokrën e bolshevikut edhe i ke bërë temena gjithë jetën. Po qatë qëtësojnë ata... Ju lutem, mos flisni nga vondi, ju lutem. Më pyete. Mos flisni nga vondi, ju lutem. A më pyete, nuk ka ndërprerje fjale, nuk ka, jo. Nuk ka ndërprerje fjale. Ashtu. A më pyeti, a më tha që çfarë mendon për ata, ata themu çfarë mendoj për ata. U mendoj për ata që ata janë viktima të nostalgjisë tyre, edhe asë që nuk më bëjnë asnjë përshtypje. Kurse juve jeni viktima të ideologjisë së Enver Hoxhës, sepse juve jeni vazhdimi i asaj mënyre të bërit politik me kundërshtarin. Njësoj si Enver Hoxha. Njësoj. Ja u kam thënë shkodranëve, Enver Hoxha nuk mund ta merrte hakun ashtu siç e merr për gjitha ato që Shkodra përfaqësonte si antikomuniste, përveç se duke i lënë në atë deregje atje, sy mbyllur, vesh mbyllur, të zhytur në atë pislëk atje, dhe mazdallas e marrin vesh. Dhe sot, që është një moment kyç për gjithë historinë e Partisë Demokratike, duket shumë qartë që pafuqia juaj është pikërisht rezultat i asaj për cilën ju thoni që jeni kundër. Jo, ju jeni kundër, është vërtet. Por ju jeni e njëjta gjë. Ju jeni fiks njësoj, siç do t'ju donte Hasmi kur thot Gjergj Fishta, në qoftë se Hasmi juaj është vërtet Enver Hoxha. Dakord? Kështu që merruni me të vdekurin që kujtoni se është gjallë, e lërini të vdekurit e para nuk e di sa kohë, dhe kur vjen puna tek të burgosurit dhe të përndjekurit, juve maksimumi nderimit që mund t'i bëni atyre është ta qepni gojen dhe mos i zini me gojë fare, se sa herë ju i zini me gojë, aq herë ata rrodullohen në varr nga sikleti se kush greshi e mori e përfaqëson atë që ata do donin të kishin krijuar, por nuk i la diktatura. Ja, këtë po e them. Mbylleni gojën, mos flisni fare pra.